Sot do shikojmë ownership and permissions në Linux. Sistemi Linux është multi-user. Çfarë do të thënë multi-user? Që mund të ketë shumë përdorues. Dhe këta përdorues mund ta përdorin edhe në të njëjtën kohë. S'është e thonë që njëri pasaj tjetri. Tani çdo përdorues ka një llogari në sistem ose një account. Gjithashtu çdo përdorues në Linux identifikohet me një numër, që quhet ID, ID-ja e përdoruesit. Dhe po ashtu çdo përdorues ka edhe një home directory. Home directory është direktoria bazë e përdoruesit ose direktoria kryesore. Kur bën login përdoruesi në sistem, ndodhet në direktorinë e tij bazë. Gjithashtu, kur krijohet një skedar në Linux, nëse unë e krijoj si përdorues, ai skedar ka ownership përdoruesin tim. Domethënë, unë jam, si thua, zotruesi i këtij skedari. Dhe unë që e kam krijuar dhe që jam zotruesi i një skedari, kam të drejtë që ta ndryshoj, ta riemëroj, ta fshi e kështu me radhë. Pra unë kam të drejtat plota, ose ta ekzekutojmë, nëse është skedari ekzekutueshëm. Kurse përdoruesit e tjerë normalisht nuk duhet të kenë drejtë që të prekin skedarët e mi, bile normalisht duhet të kenë drejtë as të lëshojnë, nëse nuk u jap të drejtë. Pra sistemi duhet të garantojë këtë lloj të drejtat e përdoruesit mbi skedarët dhe direktoritë e tij. Për të garantuar këto drejta, sistemi Linux ka një lloj sistemi të drejtash, që quhen permissions, dhe një skedar që përket mua, normalisht mund të ketë të drejtat që read, write edhe execute. Read është që mund ta lexoj, write që mund ta ndryshoj ose mund ta fshi, edhe execute që ta ekzekutoj, nëse është i ekzekutueshëm. Kurse përdoruesit e tjerë normalisht s'do t'i kenë këto drejta nëse unë nuk ua jap. Pra ai që është owner mund ta kaloj mund të jap të drejta edhe përdoruesve të tjerë në disa nga skedarët e tij. Për të lehtësuar menaxhimin e këtyre të drejtave të një skedari, Linuxi ka edhe ato që quhen grupe përdoruesish. Nëse një grup ka disa përdorues dhe unë jap të drejta një grupi për një skedar të caktuar, atëherë gjithë përdoruesit që ndodhen në këtë grup i kanë këto të drejta. Pra ka grupe, ka edhe users në sistemin Linux. Le të fillojmë duke krijuar një skedar të thjesht me këtë shenjën më e madhe. Foo.txt. Tani kjo krijon një skedar bosh. Nëse bëj ls, shikoj që më shkruar ky skedar i këtu. Po ta shikoj është bosh, nuk ka rëndësi. Ti e shkruava një skedar sa për shembull. Tani me komandën ls-l mund të bëj long listing të këtij skedari. ls-l foo.txt. Dhe më del një rresht me informacione për këtë skedar. Fusha e fundit ose kolona e fundit është emri i skedarit, pastaj kjo është data e krijimit, data dhe ora e krijimit. Kjo këtu është owneri, domethënë kush është zotruesi i këtij skedari. Dhe meqense përdoruesi që përdoren në këtë sistem është Linux, edhe owneri është Linux. Kjo fusha këtu është grupi ku bën pjesë ky skedar. Dhe për çdo përdorues që krijohet në sistemin Linux, krijohet edhe një grup me të njëjtin emër. Pastaj mund të ketë edhe grupe të tjera, por në këtë rast, domethënë ky është grupi Linux, edhe përdoruesi Linux. Dhe kjo fusha këtu tregon të drejtat e këtij skedari.
Tani, këto të drejtat e një skedari janë në 3 grupe të ndryshme. Ky është grupi i parë me 3 shenja ose 3 shkronja, ky është grupi i dytë të drejtave dhe ky është grupi i tretë. Ky grupi i parë tregon të drejtat e zotruesit të skedarit. R është për read, write, W është për write, edhe këtu do ishte execute, do ishte një X. Po që me qëse është minus nuk e ka të drejtën e execute, do më thënë kjo nuk është skedari i ekzekutueshëm, nuk e ka të drejtën për të ekzekutuar. Mund t'ja japim të drejtën për të ekzekutuar në qëse është një script, por në rastin konkret nuk e ka. Dhe këto 3 këtu janë të drejtat e grupit. Edhe të drejtat e grupit janë read, write and execute. Pra grupi ka drejt të lexoj, të shkruaj ose të ndryshoj, por jo të ekzekutoj. Dhe këto të drejtat e tjera, ky grupi i tretë i të drejtave janë për gjithë përdoruesit e tjerë të sistemit, që quhen edhe others në Linux. Domethënë gjithë përdoruesit e tjerë kanë të drejtë ta shikojnë ose mund ta shikojnë këtë skedar, por jo ta ndryshojnë dhe jo ta ekzekutojnë. Kjo R është për read. Nëse duam të ndryshojmë të drejtat e një skedari, mund të përdorim komandën change mode apo. Për shembull change mode 600 nuk është 600, por është 600, ose pak të kështu mund ta lexojmë. Mund ta lexosh edhe 600, po s'ka foo.txt. Tani çfarë do bëjmë? Do ta shikojmë prapë me shigjetën lart, nxjerrim prapë komandën ls-l dhe shikojmë prapë të drejtat e skedarit. Tani shikojmë që zotruesi i skedarit ka read, write, jo execute, pastaj grupi ka minus, asnjë drejt, as read, as write, as execute, edhe të tjerët, përdoruesit e tjerë të sistemit, jashtë grupit, edhe përveç zotruesit, nuk kanë asnjë drejt, minus. Tani, çfarë kuptimi ka kjo 600? Kjo është në formatin binar. Numri 6 në formatin binar si shkruhet? 110. Sepse kemi pra, numri 6 në formatin binar shkruhet 110. Sepse kjo është 2 në fuqi të 0, kjo është 2 në fuqi të 1, kjo është 2 në fuqi të 2. Domethënë 4, jo 2, edhe jo e kam nuk ishte 0. Nuk ishte 0, nuk është. Atëherë nuk është 2 në fuqi. Po, është 0 e 1, po. Tu është 1 herë 4, 1 herë 4, sepse kemi 1. Pastaj këtu kemi 1 herë 2, sepse kemi 2, dhe këtu kemi 0 herë 1. 0 herë 1. Po e shite, po e bëj edhe një. Atëherë këtu kemi 1 herë 4 plus 1 herë 2 plus 0 herë 1. Që na jep 6, apo 4 dhe 2 6. Tani kjo 110 i korespondon një shi i parë i korespondon të drejtës për të lexuar, një shi i dytë i korespondon të drejtës për të shkruar, edhe 0 e fundit i korespondon të drejtës për të ekzekutuar. Në qoftë dom 6, atëherë kemi read, write, jo execute, minus execute. Qoftë kemi 7, qoftë përdorim 7-ën, 7-a është e barabartë me 1 në sistemin binar. Domethënë i ka të treja të drejtat. Me 7 mund t'i japim të treja të drejtat, read, write edhe execute. Qoftë e bëjmë 0 për shembull, 0 është 000, domethënë që nuk ka as read, as write, as execute. Edhe kjo 600 numri i parë numri i parë i korespondon të drejtave të zotruesit ose të pronarit të skedarit, numri i dytë i korespondon të drejtave
të drejtave të grupit, 0 do më thënë as read as write as execute, dhe numri i tretë i korespondon të drejtave të përdoruesve të tjerë. Do më thënë as read as write as execute. Tani, kjo mënyrë është koncize për t'i dhënë drejtat në skedari, edhe është e thjeshtë për ata që kuptojnë sistemin binar, sistemin me numrat me bazë 2. Por për ata që se kuptojnë ose që nuk janë shumë familjar, është pak e vështirë, domethënë. Kështu që ka edhe mënyra të tjera për t'i ndryshuar të drejtat e skedarit. Për shembull, nëse shkruaj kështu mod u plus x foo.txt bëj edhe një herë DSL. Atëherë, si mendoni, çfarë kuptime ka kjo u plus x? Kjo u ka kuptimin për user. User do të thënë owneri, përdoruesi i skedarit. Do të thënë shtoj x për përdoruesin, për zotruesin e skedarit. Edhe çka ka bërë kjo u plus x ka shtuar të x-in këtu, tek të drejtat e përdoruesit. Do të thënë, kjo u e qartë? Kjo u ka kuptimin user, ose vetë zotruesi i skedarit. Plus x ka kuptimin shtoj të drejtën x, për execute. Tani, siç është kjo plus, mund t'jetë edhe minus, për shembull, user minus x. Minus x do të thënë që hiqja të drejtën execute. E shfaqim edhe një herë me komandën DSL. Siç është kjo plus x mund të jetë plus w për të shkruar ose plus r për të lexuar. Le të shikojmë një shembull pak më të komplikuar, change mode u plus x presje go baras me read execute foo.txt. Pra, kemi komandën change mode, kemi skedarin foo.txt në fund, edhe këtu kemi përshkrimin e të drejtave. Këtu pas presjes nuk kemi vend bosh. Do të thënë pa vend bosh aty. U plus x presje go baraz me rx. Ç'a kuptimi ka? Kjo është ndarë në dy grupe, një fare punës nga presja. U plus x sapo e tham që i shton të drejtën x përdoruesit user. Tani kjo g dhe o, ç'a kuptimi ka g dhe o? G është për grupin edhe O është për others, për përdoruesit e tjerë. Tani, në vend që themi plus ose minus, mund të themi edhe baras. Do të thënë që ka këto të drejta, read dhe execute. Nuk është që i shtojmë një ose i heqim një, ose i shtojmë dy, i heqim dy, po themi që groups dhe others kanë këto të drejta. Hajde. Përshëndetje. E shikojmë edhe një herë me komandën DSL dhe shikojmë që këtu është shtuar e drejta x të përdoruesi, të zotruesi i skedarit, edhe grupi ka të drejtat read dhe execute, edhe others kanë të drejtat read dhe execute. Një shembull tjetër, change mode ugo minus x foo.txt. Tani, si mendoni, ç'a kuptimi ka kjo ugo minus x? User groups and others minus x. Do të thënë jeshim të drejtën e ekzekutimit edhe për userin, edhe për grupin, edhe për others. Edhe po ta shikojmë, kjo e ka hequr x-in nga të treja grupet e të drejtave. Tani, në vend që themi user group dhe others, në vend të kësaj ugo, mund të përdoret edhe a. A ka kuptimin all. Do të thënë all minus x ose all plus x. Pra mund si një formë shkurtimi mund të përdoret a plus x.
i shtojmë të drejtën X ose të drejtën e ekzekutimit për të treja grupet e përmishënit, të drejtave. Ose një formë akoma më e shkurtër është thjesht plus X ose minus X. Pra nëse them thjesht minus X, kjo do më thënë all për të treja grupet, ishe të drejtën e ekzekutimit për të treja grupet. Për të treja grupet e të drejtave. Nëse e kontrolloj prapë me ls minus l, shikoj që e ka hequr x-in nga të treja grupet. Nëse vjen një re, kur jap të drejtën x, kjo e nxjerr me këtë ngjyrën blu. Kur jesh të drejtën x, e nxjerr me ngjyrë të bardhë. Është vetë mënyra se si shfaq kjo ngjyrat e këtyre, skedarët e ekzekutueshëm i nxjerr me ngjyrë jeshile, fal. Domethënë skedarët e ekzekutueshëm i shfaq me ngjyrë jeshile. Tani, po kur krijohet një skedar i ri, çfarë të drejtash ka? Të drejtat default, se ne pastaj mund t'ja ndryshojmë, po sistemi çfarë të drejtash i cakton këtij skedari read the right për të gjithë. Faktikisht kjo varet nga ajo që quhet umask. Kjo umask tregon se çfarë të drejtash nuk duhet të ketë një skedar i ri kur krijohet. Ose çfarë të drejtash duhet hiqen një skedar i ri kur krijohet. Dhe merren në konsiderat këto tre numrat e fundit, sepse kjo zeroa e parë është për të shenjën e parë që ne akoma s'e kemi diskutuar. Sepse të drejtat faktikisht janë 4 grupe. Grupi i parë ka vetëm një karakter, grupi i dytë që është për ownerin ka 3 karaktere, edhe për grupin, edhe për others ka 3 karaktere. Pra, kjo e para është diçka që ne akoma s'e kemi, kjo shenjë e parë këtu, ose shkronjë e parë, është diçka që akoma s'e kemi diskutuar. Dhe kjo umask, kjo zeroa e parë është për këtë. Domethënë që nuk i heq asnjë të drejtë, kurse këto këtu janë për zeroa e parë është për ownerin, zeroa e dytë është për grupin, edhe numri i tretë, dyshi, është për others. Dhe kjo mask tregon se çfarë të drejtash duhet i hiqen një skedari kur krijohet. Për shembull, kjo 0 do të thënë 000 në formatin binar. Do të thënë nuk i heq asnjë të drejtë, nga të drejtat default kur krijohet një skedar. Po kështu edhe për grupin, kurse për others dyshi shkruhet 010 në format binar, dyshi. Pra i heq të drejtën për ta ndryshuar një skedar. Pra nëse krijohet një skedar i ri, nuk do ta ketë drejtën e ndryshimit për të tjerët. Le të krijojmë një skedar të ri për shembull me ose po fshim këtë skedarin ekzistues foo.txt dhe po e krijojmë edhe një herë nga e para. rm foo.txt. Po e krijoj edhe një herë me këtë shenjën më e madhe foo.txt. Edhe i shikojmë të drejtat bsl. Pra, një skedar normalisht ka të drejtat read and write, jo execute. By default nuk jep të drejtën e ekzekutimit, sepse e drejta e ekzekutimit nënkupton që ky është ose program ose script që duhet të ekzekutohet. Dhe të paktën nga prapashtesa .txt nuk ta jep përshtypjen që është skedari i ekzekutueshëm. Ose nga përmbajtja që është tekst, nuk ta jep përshtypjen që është skedari i ekzekutueshëm. Kështu që sistemi nuk e jep të drejtën x by default. Dhe i ka dhënë të drejtën read-write për ownerin, read-write për grupin, edhe read, po jo write për të tjerët. Dhe këtë e bën ky dyshi këtu tek umask, që i thotë që filtrohet të drejtën për ta ndryshuar për të tjerët, ose hiqet të drejtën për ta ndryshuar. Ne mund ta ndryshojmë këtë umask për shembull, sa për provë. Po e fshi këtë skedarin foo.txt edhe një herë, rm foo.txt. Tani po e ndryshoj këtë umask. Umask 40. Domethënë edhe atë të fundit po e bëj 0, që mos ja heq të drejtën e shkrimit.
Po e krijoj edhe një herë skedarin foo.txt, i shikoj të drejtat e tij, ls-l foo.txt, dhe në këtë rast, domethënë nuk e ka hequr të drejtën e ndryshimit për të tjerët. Pra, e shikojmë që këtë W të drejtën e ndryshimit për të tjerët e heq ky dyshi këtu tek umask. Tani po e fshi prapë këtë skedarin foo.txt. Po vendos një umask tjetër, umask 0022. Domethënë i heq të drejtën e shkrimit edhe për grupin. E krijoj edhe një herë skedarin foo.txt. I shikoj të drejtat. Atë e ka hequr të drejtën e shkrimit edhe nga grupi edhe nga others. Dhe komanda umask pa asnjë argument na tregon se cili është umask, çfarë vlerë ka umask. Tani do shikojmë se si krijohet një user account, vetëm se për të krijuar një user account duhet të jesh administrator i sistemit ose duhet të jesh super user. Në Linux faktikisht quhet root. Domethënë administratori i sistemit Linux quhet root, R-O-O-T. Vetëm se ka një gjë që unë mund të bëhem root i sistemit, kurse ju se keni mundësinë që të bëheni root. Kështu që vetëm do shikoni se si bëhet, edhe mund ta bëni provë në shtëpi nëse keni Linux në laptop ose në kompjuterin tuaj. Fillimisht për të krijuar t'i bëjmë një pastrim ekranit clear, për të krijuar një user të ri, mund të përdorim komandën user add. Një nga mënyrat, mund të ketë edhe komanda të tjera. User add help na jep një faqe ose disa faqe me informacion rreth përdorimit të kësaj komande. User add, login, që është username faktikisht, është username, edhe disa options, mund të ketë disa options, të cilat shpjegojmë këtu më poshtë se çfarë bëjmë. Atëherë, po krijoj një account të ri user add, po e quaj test 1. Dhe me opsionin -m i them create home. -m është opsioni -, create home, që krijon një home directory për këtë përdorues. Pra do krijoj një home directory për këtë përdorues dhe po i jap edhe këtë opsionin -s bim bashkë. Opsioni -s, që ndryshe mund të shkruhet gjatë edhe -shell, përcakton se çfarë login shell do ketë ky përdorues. Domethënë, nëse bëj login me username password, siç bëni ju aty, login me username password, çfarë shelli do hapet në terminal. Edhe unë po e përcaktoj që të hapet ky shell, bim bashkë. Atëherë shtyp enter. Tani më thot permission denied, sepse faktikisht unë nuk jam administrator, jam përdorues i Linux. Kjo komanda QMI tregon se cili përdorues jam në këtë sistem. Faktikisht e tregon edhe prompti, po nëse nuk e tregonte prompti me këtë komandën QMI, mund të shikoj se si e kam emrin e përdoruesit ose username. Kështu që në këtë sistemin Linux Mint ose Ubuntu ose edhe në disa sisteme tjera, zakonisht përdoret komanda sudo për të marrë të drejtat e administratorit përkohësisht. Pra e nxjerr edhe një komandën me shigjetën lart, shkruaj Ctrl A që të shkojë në fillim të rreshtit, edhe shkruaj sudo. Kjo su do të thënë super user. Kjo do bëj, do të thënë bëj si super user, bëj këtë komandën si super user. Edhe jap enter, më kërkon passwordin për accountin Linux, passwordin tim për ta verifikuar që
që jam unë, domethënë nuk është dikush tjetër. Edhe këtë radhë e krijoj, përdesa nuk nxori asnjë mesazh gabimi, e ka krijuar dhe ka shkuar në rregull. Për ta verifikuar që e ka krijuar apo jo, shikojmë te direktoria /home. Direktoria /home në Linux mban këto direktorit bazë të përdoruesve. Për përdoruesin Linux që janë duke përdorur momentalisht është kjo /home/linux. Për përdoruesin e ri test1 që sapo krijova është /home/test1. Le të shikoj se çfarë ka brenda direktorisë test1. Test1 prap më thot permission denied. Pse? Pse më thot permission denied? Po, sepse këtë komandën ls unë po e jap si përdorues Linux dhe një përdorues nuk ka të drejtë normalisht të shikojë skedarët dhe direktoritë e një përdoruesi tjetër ose direktorinë home të një përdoruesi tjetër. Kështu që çfarë do bëj në këtë rast që të shikoj të drejtat të përmbajtjen e kësaj direktorie? Edhe një? Po, mund të përdorim komandën sudo, pra, do të thënë që këtë komandën ls mos ta jap si përdorues Linux, po ta jap si përdorues super user ose si përdorues root. Pra, e nxjerr edhe një herë me komandën me shigjetën lart, Ctrl A për të shkuar në fillim të rreshtit, edhe shkruaj sudo. Pra, e jap këtë komandën si super user, po kjo ishte direktori bosh, po mund të përdorim, mund të japim edhe këtë opsionin -a, -l për të sepse faktikisht nuk është bosh fare, po këta skedarët me pik nuk shfaqen me ls normalisht. Nëse japim ls -a është për all, i shfaq të gjithë, edhe ata që fillojnë me pik. Pra këta skedarët që fillojnë me pik zakonisht quhen si skedar të fshehur, nuk dalin normalisht me komandën ls. Pra me komandën sudo mund t'jap këtë komandën ls si administrator i sistemit, kështu që ka mundësi të shikoj përmbajtjen e direktorisë të përdoruesit test. Edhe po të shikoni gjithë ta skedarët në direktorin test1 kanë owner test1 edhe grup test1. Domethënë kur krijova atë përdoruesin test1, automatikisht krijohet edhe një grup test1 për këtë përdorues. Grupi default i këtij përdoruesi. Po kështu, edhe kjo direktoria pik nënkupton vetë këtë direktori, domethënë, ka të drejtat test1. Kurse direktoria pik nënkupton një direktori më sipër, që është direktoria home, dhe kjo ka të drejtat root. Pra, root është username i administratorit në Linux. Tani, unë e krijova këtë përdoruesin test1, username është test1, po passwordi si është. Nuk i kam përcaktuar akoma password. Si administrator e krijova accountin test1, po si kam përcaktuar passwordin akoma. Kështu që ai s'mund të hyjë akoma nëse unë nuk jap edhe passwordin. Tani do t'i përcaktoj një password me komandën password test1. Pra nëse jap vetëm komandën password, kjo më ndryshon passwordin e përdoruesit tim, që është username Linux. Nëse jap password test1, kjo ndryshon passwordin e përdoruesit test1. E provoj edhe një herë, por më thotë që you may not view or modify password information for test1. Çfarë duhet bëj? Me sudo. Sudo password test1, sepse me komandën sudo e ekzekutoj këtë komandën si administrator. Një password, po jap një password të thjeshtë prap test1, që mos ta harroj. Edhe një retype password test1. Password updated successful. Tani vini re që kur dash komandën sudo për herë të parë, më kërkoi passwordin tim, të përdoruesit Linux. Kur e dash për herë të dytë, për herë të tretë, nuk ma kërkoi passwordin tim. Pse? Në cache. Pra, ajo e bën cache passwordin edhe e mban mend që ky sapo autentikua, për shembull, edhe për 5 minuta, 10 minuta nuk ta kërkon më passwordin.
Nëse kalon një kohë e gjatë shumë, ta kërkon prapë. Edhe ti e përdor komandën sudo, ta kërkon prapë. Po nëse ti jep disa komanda rresht me sudo, ta kërkon për herën e parë, pastaj herën e dytë, herën e tretë, kështu me radhë, nuk ta kërkon. Sepse e mban mend në një farë mënyrë që sapo ja dhe passwordin, edhe tani nëse unë dua të hyj duhet të hyj në llogarinë e këtij sistemi, e këtij përdoruesi, si përdorues test 1. Mund ta bëj ose duke bërë logout, edhe pastaj të bëj login tek accounti i këtij përdoruesi, ose mund ta bëj duke përdorur komandën switch user login test 1. Kjo switch user bën që unë të hyj në sistem si përdoruesi test 1. Edhe ky opsioni -l është sikur një lloj sikur të hyja me login. Domethënë, sikur të jepja username passwordi. Vetëm se ka një gjë që këtë komandën switch user mund ta përdor vetëm super useri, nuk mund ta përdor një përdorues i zakonshëm. Kështu që të funksionojë kjo gjë, duhet që të shtojë në fillim këtu edhe sudo. Domethënë si administrator jap komandën switch user, ndërro përdoruesin -l test 1. Tani po ta shikoni prompti ndryshoi, sepse prompti këtu tregon përdoruesin që jam duke e përdorur momentalisht. Dhe mund ta verifikoj edhe me komandën whoami user test 1. Edhe nëse shkruaj print working directory, ndodhem në directory /home/test1, që është direktoria bazë e përdoruesit test 1. Mund të dalë, domethënë nga kjo switch user mund të shkoj mbrapsht me exit. Pra kjo switch user -l është një lloj sikur të bëj login. Tani pas loginit bëj exit edhe dal nga llogaria e përdoruesit test 1. Këtu tani prompti u ndryshua, u kthye mbrapsht siç ishte dhe mund ta verifikoj me whoami që tani jam useri që isha, edhe print working directory jam në direktorin time bazë. Është edhe kjo komanda id që tregon ID e përdoruesit edhe të grupit. Tani useri që jam unë, useri Linux, e ka user ID 1000. Pastaj ka group ID 1000, edhe grupi e ka emrin Linux, edhe grupi e ka emrin Linux. Pastaj kjo grup tregon se në çfarë grupi është bën pjesë ky përdorues. Momentalisht bën pjesë vetëm në një grup, në grupin Linux, bën pjesë në disa grupe, grupi Linux, grupi admin, grupi CD-ROM, grupi sudo, e kështu me radhë, sepse faktikisht unë jam një gjysmë administratori. Edhe kur përdor komandën sudo, kam mundësi ta përdor këtë sepse ndodhem në grupin sudo. Një përdorues tjetër që nuk ndodhet në grupin sudo, mund të jap sudo, por nuk mund të bëhet administrator. Pra jo çdo përdorues mund të bëhet administrator me komandën sudo. Do të jesh në grupin sudo, që të bësh administrator duke përdorur komandën sudo. Edhe në disa grupe të tjera. Tani nëse shkoj edhe një herë tek llogaria e përdoruesit test 1, jap komandën ID. Atëherë tu më tregon user ID 1001, group ID 1001, edhe emri i grupit test 1, edhe grupet ku bën pjesë ky përdorues është thjesht grupi i vet, grupi test 1. Bëj prapë exit. Tani ne kemi përmendur edhe përpara këtë skedarin /etc/password. lsl/etc/password. Tani këto komanda mund t'i provoni edhe ju sepse nuk kanë nevojë për administrator, për të drejta administratorit. Pra, nëse bëjmë lsl/etc/password, shikojmë një rresht me informacione të detajuara për këtë skedar. Pra, ky skedar zotërohet nga përdoruesi root, që është administratori, po kështu grupi i skedarit është root, grupi dhe administratori ka drejta ta lexojë dhe ta shkruajë. Të tjerët kanë drejtë vetëm ta lexojnë, read. Prandaj unë kam mundësi që ta lexoj të skedarin duke qenë një përdorues i çfarëdoshëm i sistemit, sepse ky skedar ka të drejtën që çdo përdorues mund ta lexojë. Tani le të shikojmë përmbajtjen e këtij, ose fillimisht mund të shikojmë me file se çfarë lloj skedari është ky.
Komanda file na jep informacione rreth një skedari ose një direktorie, na thotë që është ASCII text. ASCII text është i lexueshëm, me shigjet të lartë, e nxjerrim prapë komandën, shkojmë në fillim të rreshtit, Ctrl A, shtypan që gabimun, Ctrl A, e fshik të komandën e parë me Alt D, dhe shkroj komandën les. Dhe komanda les e shfaq me faqe të skedar. Dhe në fund të këtij skedar shikoj këtë rreshtin që është për përdoruesin Linux, që është përdoruesi im normal, edhe ky rreshti këtu në fund është për përdoruesin test 1, që sapo e shtova për përdoruesin test 1. Atëherë çdo rresht është i ndarë me këto dy pika. Fusha e parë test 1 është emri i përdoruesit ose username. Username, tu tek fusha e dytë kemi vetëm një X. Normalisht duhet ishte passwordi, po meqense ky është i lexueshëm nga të gjithë, nuk vendoset tu passwordi, vendoset në një skedar tjetër. Dhe pastaj kemi user ID, group ID. Këtu tek te vendi bosh duhet ishte emri i përdoruesit, emri i plot i përdoruesit. Për shembull siç është këtu Univlora edhe ca informacione të tjera ndara me presje vend bosh. Po që është bosh nuk ka emër të plot, pastaj këtu është direktoria home e përdoruesit, /home/test1, edhe në fund është shell-i që përdor ky përdorues. Pra ne i përcaktuam të shell-in bin bash, domethënë shell-in bash. Disa llogari të tjera, për shembull, kjo llogaria SSD, këtu pikë së pari thotë që është system user, pra është një system user, ka këtë directory home, var lib SSS, dhe ka si shell këtë /user/bin në login. Pra, s'mund të bëj login, sepse kur tenton që të bëj login, sistemi tenton që të hapi këtë si shell. Po kjo në login thjesht në exit, mbyllet direkt, nuk mund të jap komanda. Si del prompti nuk mund të jap komanda. Sepse është një përdorues sistemi që përdoret nga një aplikacion ose nga një program që është instaluar në sistem, nuk është llogari përdoruesi normal. Tani, grupet e sistemit ruhen në skedarin /etc/group. /etc, këto komanda mund t'i bëni dhe ju, /etc/group. Pra këto mund ta kontrollojmë çfarë lloj skedari është me file. Është ASCII text, Ctrl A, Alt D, les, shikoj përmbajtjen e skedarit të grup. Me spacebar lëviz me faqe dhe shkoj deri në fund. Tani këtu në fund shikoj këtë grupin test 1, që është krijuar për përdoruesin test 1. Kur krijova përdoruesin test 1, automatikisht krijoi edhe një grup me të njëjtin emër, bile edhe me të njëjtin ID. Edhe ID-a 1001 është një lloj si ID-a e përdoruesit test 1. Ky është përdoruesi im normal Linux, që e ka ID-n. Ky është grupi i përdoruesit Linux, që e ka ID-n 1000. Dhe le të shikojmë për shembull edhe atë grupin sudo. Do të jetë edhe një grup këtu sudo. Po lëviz në shigjet e lartë. Por nuk është kaq kollaj këta gjetur. Atëherë po shtyp slash edhe shkruaj sudo slash, kërkoj duke shtypur slash sudo edhe sikur që po dalim nga ky grupi etc grup. Një skedar tjetër është etc shadow, lsal /etc/shadow. Tani po të vini re, ky skedari /etc/shadow nuk është i lexueshëm nga kushdo. Domethënë ato të tjerët ishin të lexueshme, kishin këtë opsionin edhe.
Kështu që ky nuk mund të lexohet nga kushdo. Nëse provoj me komandën less, më thot permission denied, s'kam të drejtë ta shikoj. Atëherë do ta provoj me sudo less. Dhe ky nuk është I lexueshëm sepse ky mban fjalëkalimet ose passwordet e përdoruesve. Për shembull për përdoruesin test 1 që krijova çfarë, fjalëkalimi është ky këtu. Faktikisht nuk është ky fjalëkalimi. Fjalëkalimi është test 1, por aty ruhet në formë të enkriptuar. Nuk është enkriptuar faktikisht, por është hash. Domethënë është hashi I fjalëkalimit. Nuk e di nëse e keni studiuar në shkollë këto funksionet hash. Okej. Hashi është një funksion që një string e transformon në një string tjetër sipas disa rregullave të caktuara dhe ka veçori që duke ditur stringu përfundimtar ne nuk e gjejmë dot kush është stringu fillestar. Edhe nëse e dim algoritmin që është përdorur për ta bërë transformim, pra është transformim I njëanshëm. Këtë tekstin test 1, nëse e kaloj te funksioni hash me një algoritëm të caktuar, më jep këtë stringun e gjatë. Por nga ky stringu I gjatë unë se gjej dot se ishte teksti fillestar, që ishte test 1. Pra ka këtë veçori funksioni hash. Tani kjo përdoret për passwordet, edhe për të ruajtur passwordin në sistem. Kur unë bëj login edhe jap username, jap password, çfarë bën sistemi për ta verifikuar që ky password është I saktë. Passwordin e merr, konverton aplikon funksionin hash te ky password edhe gjen stringun. Këtë string e krahason me hashin që është këtu. Dhe nëse hashet janë të barabarta, atëherë edhe stringet fillestare kanë qenë të barabarta. Do të thonë passwordi është passwordi I saktë. Por ama unë si administrator sistemi, duke ditur hashin e passwordit, nuk e gjej dot se kush është passwordi I këtij useri apo I atij useri. Mund të përdorim komandën change own për të ndryshuar userin ose grupin e një skedari. Për shembull change own le ta bëj një lsl full.txt. Atëherë user kam Linuxin edhe grup kam Linuxin. Tani jap komandën change owner root. Do të thënë dua që owneri I këtij skedarit jetë përdoruesi root. Dhe mbas këtyre dy pikave vendoset edhe grupi. Mund të ndryshoj edhe ownerin edhe grupin e një skedari. Por nëse e lë bosh, atëherë merret I njëjti grup si user. Do të thënë nëse e lë bosh është një sikur të shkruaj root. Pra këtë pjesën pas dy pikëshit mund ta lë bosh nëse kjo është njësoj me këtë të parën. Atëherë jap enter. Operation not permitted. Not permitted because sepse edhe kjo komanda change owner mund të duhet të kesh drejta administratorit që ta përdorësh. Atëherë po e provoj unë, se ju s'mund ta provoni me komandën sudo dhe shikoj edhe një herë të drejtat e skedarit. Tani shikoj që owneri I skedarit është root edhe passwordi është grupi I skedarit është prap root. Le ta ndryshoj të drejtat, për shembull që owneri I skedarit të jetë test 1. Pra ai useri që krijuam çfarë test 1. Change owner test 1 2.root full.txt. I shikoj edhe një herë të drejtat. Tani shikoj që owneri është test 1. Tani do bëj edhe një shembull tjetër, që më duhet të krijoj një dy përdorues të tjerë dhe për të krijuar përdorues më duhet të drejtat e administratorit, kështu që ju nuk mund të hiqni dot me komanda, por vetëm mund të shikoni se si është shembulli, se si bëhet.
Në këtë shembull duam që të krijojmë një direktori të përbashkët për dy përdorues, në mënyrë që ata të ndajnë disa skedar këngësh, do të thonë të hedhin disa këngë edhe të kenë mundësi t'i menaxhojnë në mënyrë të përbashkët. Pra është një direktori që mund ta përdorin dy përdoruesa njëkohësisht. Edhe mund të hedhin, edhe mund të bëjnë ndryshime. Fillimisht po krijoj dy llogaritë të reja për dy përdoruesit. Atëherë them user add, krijo home directory me shell të vinë bashkë, edhe po them për shembull user 1. Vetëm se do t'i shtoj edhe sudo, sepse pa sudo s'mund ta bëj. Sudo user add. E shikoj tek home, me shkruar ky përdoruesi user 1. Po krijoj edhe një përdorues tjetër, user 2. U krijoj edhe një home account ose home directory për përdoruesin user 2. Tani nëse shikoj me komandën tail etc password, shikoni që ka shtuar dy rreshta për secilin nga këta dy përdorues që krijova. Edhe kjo është user ID 1002, 1003, sepse nga 1000 fillon 1000 përdoruesi i parë, 1001, 1002, 1003 e kështu me radhë. Në këtë sistem, në një sistem tjetër kështu mund filloj nga 100, nga 500. Për shembull në Fedora mund të fillon nga 500, nga 500. Pak rëndësi ka. Nëse bëj tail, kjo komanda tail na jep 10 rreshtat e fundit të një skedari tekst. Pra komanda tail etc password na shfaq vetëm në 10 rreshtat e fundit. Kjo na mjafton sepse ne e dimë që llogaritë e reja shtojnë në fund të këtij skedari. Atëherë po shikoj edhe përmbajtjen e skedarit grup. 10 rreshtat e fundit, shikoj që janë krijuar këta dy grupe, user 1, user 2, për këta dy përdorues. Pra ky për përdoruesin e parë, ky për përdoruesin e dytë. Tani po krijoj një direktori që do jetë direktoria e përbashkët. Direktorit krijojnë me komandën mkdir dhe me këtë opsionin -p ne mund të krijojmë edhe pathet që mungojnë. Për shembull, kjo direktoria do jetë /user, /local, share, music. User. Po, jo faktikisht kam harruar këtë, USR, sepse emri i direktorisë është USR, /local, /share, music. Tani, kjo direktoria user local mund të ekzistojë, por kjo direktoria share ndoshta nuk ekziston. Dhe s'mund ta krijoj këtë direktorin music në një direktori që nuk ekziston. Normalisht me komandën mkdir. Kurse nëse jap këtë opsionin -p, ajo thotë që krijoj edhe pathet që mungojnë. Pra nëse janë 2-3 pathe që mungojnë, me opsionin -p i krijon të gjitha. Permission denied, kështu që e provoj me sudo. Tani do krijoj edhe një grup music. Dhe do t'i vendos këta dy përdoruesit në të grupin music, sepse dua që kur t'jap të drejtat të këtij grupit, këto drejta të aplikohen të gjithë përdoruesit e këtij grupi. Atëherë grupi mund të krijohet me komandën group add music sudo group add music. Kërkoj komandën tail të fundit, tail etc group, shikoj që është krijuar edhe ky grupi music. Tani te ky grupi music do shtoj këta dy përdoruesit, user 1 dhe user 2. Add user 1 group music sudo add user 1 music dhe shtoj edhe përdoruesin user 2 te grupi music.
Bëj edhe një herë tail, shikoj që te grupi music kemi përdoruesit user 1 dhe user 2. Pra në këtë grup kemi këta dy përdorues. Tani le të shikojmë të drejtat e asaj direktorisë share music. ls minus lt të drejtat. Shikoj që kjo ka user root edhe group root. Atëherë çfarë do bëj? Grupin e kësaj direktorie do ta përcaktoj si music. Dhe këto të drejtat e tjera edhe këtu te grupi do t'jap të drejtën right, që pjesëtarët e grupit music të kenë të drejtë të bëjnë ndryshime në këtë directory. Atëherë e bëj për të ndryshuar grupin e kësaj direktorie, përdor komandën change on 2.music. Domethënë nuk e ndryshoj ownerin, po ndryshoj vetëm grupin. Mbas dy pikëshit vjen grupi. Edhe një herë sudo. Shikoj edhe një herë të drejtat e kësaj direktorie. Tani shikoj që grupi i kësaj direktorie është music. Tani le të ndryshojmë të drejtat e grupit që të ketë të drejtë edhe të shkruajnë në këtë direktori. Pra pjesëtarët e grupit, përdoruesit që janë pjesëtarë të këtij grupi music, të kenë të drejtë të shkruajnë në këtë direktori. Të drejtat i ndryshojmë me change mode dhe po them 775. Kjo shtata këtu është për të drejtat e grupit. Shtata është 111 në sistemin binar, kështu që ja japim të treja të drejtat në grupit. Tani normalisht secili nga këta përdoruesit, user 1 dhe user 2, duhet ketë mundësi që të krijoj skedar dhe direktori brenda kësaj direktorisë. Pra e kanë këtë drejtë sepse janë në grupin music dhe grupi music ka të drejtë edhe të lexojë edhe të shkruajë, edhe të ekzekutojë në këtë direktori. Kështu që le të kaloj tek njëri nga këta përdorues dhe të krijoj një skedar brenda kësaj direktorie. Sa për ta provuar. Atëherë për të kaluar tek përdoruesi user 1, përdor të komandën switch user minus l user 1, të cilën do ta jap me komandën sudo. Tani jam si përdorues user 1. Dhe do krijoj një skedar test brenda kësaj direktorisë user local share music, po e kopjoj me Ctrl Shift C. Pra Ctrl capital C, Ctrl Shift C dhe po e bëj paste me Ctrl Shift D, Ctrl capital V. Tani shtyp Ctrl A dhe bëj touch për të krijuar një skedar bosh. Në këtë direktori krijoj test 1. Le ta shikoj edhe një herë me ls. Shikoj që brenda kësaj direktorie më shkruhet një skedar i test 1, i cili i përket përdoruesit user 1, por grupin e ka gjithashtu user 1. Tani çfarë do të thënë që grupin e ka user 1? Do të thënë që ai përdoruesi tjetër s'mund ta ndryshojë këtë skedar. Po ta kishte grupin music, përdoruesi i dytë do ta ndryshonte këtë skedar, po me grupin user 1, përdoruesi tjetër nuk ka të drejtë ta ndryshojë këtë skedar. Pra ka diçka që nuk shkon, që duhet rregulluar. Çfarë duhet rregulluar? Që kur të krijoj një skedar ose një direktori brenda kësaj direktorisë music, grupi automatikisht të përcaktohet si music. Atëherë si mund ta bëj këtë gjë? Së pari po dal nga ky përdoruesi user 1, exit, dal nga llogaria e tij dhe do ndryshoj të drejtat e kësaj direktorisë. Music. Së pari po i shfaq një të drejtat. Tani për të ndryshuar, i ndryshoj me change mode.
change mode, edhe sudo, ndoshta, për të qenë brenda, edhe 1 minutë. Po. Dhe tani ndryshimi i drejtave që do bëj është G plus S. Tani këtë S nuk e kemi parë në përpara, këtë opsionin S, dhe ky është një nga opsionet që vendoset këtu. Kjo S është ose special bit ose sticky bit. Dhe ja po japim një, përshikojmë. LSAG. Ose mund ta bëj me LD. Kjo D tregon vetëm të drejtat e direktorisë, jo të përmbajtjes së direktorisë. Pra, minus L është long listing, minus D tregon të drejtat e vetë direktorisë, jo të përmbajtjes së direktorisë. Tani shikojmë se kjo D-ja ishte për grupin. Ku e dham në ato opcione se kjo D-ja këtu, ku ndryshon të drejtat, ishte për grupin. Pra, grupit i shtuan këtë opcionin nga trova, nuk ishte për kë, po është kjo. I shtuan këtë opcionin plus S. Dhe tani këtu shikojmë që në vend të X-it kemi këtë S-n. Dhe kjo S është special bit ose sticky bit, dhe kur i vihet një direktorie, ka kuptimin që skedarët ose direktoritë që krijohen brenda kësaj direktorie marrin të njëjtin grup si direktoria kur po krijohen. Sepse zakonisht kur një skedar krijohet merr të njëjtin grup si përdoruesi që po e krijon. Ose kur krijohet një direktori, zakonisht sistemi i jep të njëjtin grup si përdoruesi që po krijon këtë direktori. Por nëse direktoria ka këtë sticky bit, atëre kur krijohet një skedar ose direktori brenda kësaj direktorie, merr të njëjtin grup siç është direktoria ku po krijohet. Ky opsioni S mund të vendoset edhe për skedarët dhe ka një kuptim tjetër, sepse këto drejtat kanë pak ndryshime, domethënë kuptimi që kanë për direktorit nga kuptimi që kanë për skedarët. Por tani le ta bëjmë provë edhe një herë të krijojmë një skedar tjetër dhe të verifikojmë që ai skedar që krijohet do krijohet me grupin music. Atëherë bëjmë edhe një herë sudo su minus L test 1. Jemi si përdorues test 1. Kërkoj me komandën touch apo se krijoj me touch. Po e krijoj edhe një herë. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, copy paste. Ctrl A, touch. Ctrl E, shkoj në fund. Test 2. Normalisht nuk do të bëhet në sudo, sepse ideja është që të dy përdoruesit duhet të kenë akses në të direktori. Ndoshta edhe direktoria më sipër do të njëjtin Mirë, po e mbyllim për sot, do ta shikoj më vonë këtë shembull dhe do ta sqaroj prapë nesër në mëngjes. Në rregull?